A e din çka është kur ai nuk fol me ty hiç? Jo pse ai don qetësi, po pse don me të dënu. Për shembull, ju e keni një debat të vogël, edhe ti provon me fol me to, me sqaru e me rregullu. Ama ai hesht, nuk të përgjigjet, nuk të shikon, sillet me ty sikur ti nuk ekziston. Kalojnë orë, ose nashta edhe ditë. Ti ja nis mund t'je keq. Edhe ja nis me mendu, çka kom bo unë e gabim. Edhe pse fell, mrena vetës e din që nuk është faji yt. Ama prap, ti shkon, ti i afrohesh, ti i flet edhe i kërkon falje. Vetëm që ai mu kthy normal. Edhe kur kthehet, sillet sikur kur gjë nuk ka ndodhur. Edhe ti e pranon, sepse ti ki nevojë për qetësi. E kjo nuk është qetësi, kjo është dënim me heshtje, që mundet me të kontrollu pa thonë asnjë fjalë. E kjo nuk është dashni, kjo është manipulim emocional. Unë flas për abuzimin në lidhje toksike edhe si t'i shpëtojmë atij.